Çliroje mendjen të ndëruar të shikuesve me vetëm këtë akt, duke çliruar mendjen, zhvesh frikën edhe natyrisht bën që ta shohësh botën më qartë. Çliroje mendjen është motoja e Femart që bashkon artin dhe aktivizmin, është edicioni 13 i festivalit, jam këtu me një zonjë të dashur e të bukur, e që do të ndajmë bashkë bisedën. Është me mua Venera Ismaili nga Artpolis, Qendra për Art dhe Komunitet. Venera, mirëmëngjesi, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjesi, mirë se ju gjeta. Faleminderit që edhe me këto ngjyrat e hapura na e zbukurove sot studion, a? Po, është kjo kështu, femra, lule, e bukur me plot jetë, vazhdueshme, aq më tepër kur çliron trurin, mendjen, gjithçka rrjedh më pas natyrshëm. Sigurisht. Gjithçka është e vetvetja, pikë së pari, edhe gjithçka është e mendja. Kur mendja çlirohet, thuaj se gjithçka shkon mandej bashkë si valët e detit që keni këtu mbrapa vi. Ajo edhe ndikon edhe të rrethi edhe në rrethin, edhe këndo që e ke afër, ndihet ajo energjia e mirë, energjia pozitive, energjia e shlirë. Nuk thuhet kot grua e lumtur, jetë e lumtur, ëh? Grua e lumtur, jetë e lumtur, po edhe shoqëri e lumtur. Po, kjo se kjo është, kjo do të thonë baza është e gruaja. Kur gruaja është e lumtur, gjithçka shkon tutje mandej si një lloj domino efekti pozitiv. Kur gruaja është e palumtur, gjithçka ngryset. Se realisht jeta buron prej gruas, a është ashtu? Kjo është e vërtet, por nëse flasim për realitetin e gruas në vendin tonë, në rrethanat kaluara, edhe në atë sot dukshëm ka ndryshuar situata. Edhe pse ka qenë ndoshta e palumtur, edhe pse ka qenë e papërmbushur personalisht për veten, ka bërçmos me sakrifica të panumërta që jeta të vazhdonte, të rridhte, duke mbjellë gjithmonë dashuri, duke mbjellë gjithmonë paqe. Sigurisht. Sepse gruaja në paqe është vetvetja. Pikërisht. Ka ndryshuar shumë, natyrisht. Ajo ka sakrifikuar shumë dhe vazhdon të sakrifikoj, por spaku tani ka një zë. Për dallim prej të kaluarën, sakrifica e saj është mshefur, është marrë si diçka që është obligative dhe vetëm ajo duhet të sakrifikoj. Përderisa nëse mund ta quaj ashtu në anën tjetër, burrat sigurisht që dhe ata kanë sakrifikuar dhe vazhdojnë të sakrifikojnë. Po disi puna atyre vrehet, edhe çmohet, edhe vlerësohet, thuhet. Në rekama dhe kushtet të barabarta, e atyre vrehet? E atyre vrehet, çmohet edhe vlerësohet, përderisa sakrifica e grave është diçka që obligative dhe e detyrueshme dhe nuk ka nevojë me u potencu sepse natyra kinse e ka kriju për atë arsye. Përderisa tani ka ndryshu, natyrisht, gruaja ka zë, e tregon sakrificën, spaku mundohet të tregoj dhe ta zë vendin në shoqëri ku edhe i takon. Ja thot edhe Madeleine Albright, kur nuk kisha zë, s'kisha arsye për ta bërë, por tani që e kam zë dua ta bërtas të vërtetën time, të drejtën time. Edhe po jo gjitha gratë kanë zë, natyrisht. Prandaj ato që kanë zë duhet t'ju ndihmojnë natyre që s'kanë zë, ose spaku të flasin në emër të tyre për hir të fuqizimit të atyre grave. Ngjashëm dhe me këtë moto organizohet edhe Femart për edicionin e 13 të tij me pikërisht çliroje mendjen, duke çliruar mendjen. Ne hapim horizonte të reja në ndërdijen tonë dhe rrjedhshëm pastaj edhe në jetën tona, duke i ndryshuar ato, domosdoshmërisht për të mirë, patjetër. Sigurisht, Femart, Artpolis përmes Femartit natyrisht, për çdo vit ka një moto që është aktuale për kohën që na mbizotron për shembull. Çdo vit kemi pas ndonjë moto që ka qenë aktuale për atë vit, kemi fol për ose kemi potencu për shembull seksizmin ose ngacmimet seksuale ose të mbjetuarat e dhunës gjatë luftës, të dhunës seksuale e tjera. Si vjet kemi shëndetin mendor, diçka që shumë pak flitet, diçka që është diçka e pazëshme në shoqërinë tonë, sepse nëse flasim për shëndetin mendor, gjithmonë mendojmë atë më të keqen që duhet të trajtohet, duhet të shkohet në spital ose je bërë për psikolog, që prapë është një stigmë ose është një pikërisht. Mirë po shëndeti mendor është në çdo aspekt, qoftë edhe për anëviset, qoftë edhe për gratë që punojnë, qoftë për nënat, qoftë për nënat që posa kanë lindur, edhe aty është një fazë e cila duhet të trajtohet. Transicioni vërtet fort i fuqishëm që ndodh
ndodhë në jetën e një gruaje. Sigurisht. Gjatë dhe pas lindjes është një periudhë që është shumë e rrezikshme për nënën dhe që shumë pak flitet, po mendoj psikologët e din edhe psikologët e din, mirë po pak ju thuhet nënave që këtë ndryshim që po e ndjenti emocionalisht është pikërisht për shkak shtatzanisë dhe për shkak lindjes. E bukur është që këto gjeneratat e reja tashmë dhe për shkak të informacionit të shumë që kemi, ndonjëherë edhe mbi ngarkesës informative, megjithatë janë të ndërgjegjshme për shëndetin e tyre dhe i kushtojnë kujdes që të mos bien atë klapun e depresionit të paslindjes ose të çrregullimeve hormonale kur jemi tek nënat e reja ose nënat që lindin fëmijët e tyre. Por shëndeti mendor duhet të ketë rëndësinë e vet dhe kulminacionin e vëmendjes gjithmonë në çdo kohë, sepse në çdo fazë të jetës sonë mund të përballemi me çrregullime të shëndetit mendor, parasysh dinamikat e jetës, parasysh gjithçka që po kalojnë. Sidomos në shoqëri që ka kalu nga një luftë jo shumë e lartë, traumat që nuk janë trajtuar asnjëherë, edhe kjo natyrisht që pastaj zen hapin edhe pas 20 vite nëse nuk është trajtuar me kohë. Shpjegon shumë bukur dhe psikologjia këtë që ajo rikthehet pas këto 2 dekada e tutje. Prandaj Femar do t'i kushtoj një rëndësi të veçantë këtë festival nga 16 nga sot deri më datën 21 qershor. Rëndësi të posaçme me një ngjyrë Leila e vjollce e bukur me ngjyra të ndezura është edhe edicioni si vjen me letër të ricikluar apo jo. Po e përmenda, është pak mashtrajt sigurisht, po thjesht për ta mbrojtur ambientin. Kjo është e bukur, domethënë 2-3 fish po bëni mirë edhe për festivalin edhe për ambientin. E hapni me shkodrën elektronike. Sonte, edhe po ja kaloj vëmendjen komplet tash i programit. Po, është një program shumë i larmishëm, bukuria e festivalit Femart është pikërisht ajo që jo vetëm për gra dhe për vajza, natyrisht hapësira dhe kjo platformë i jepet mundësi më shumë grave dhe vajzave, por jo vetëm, edhe burrat janë pjesëmarrës në këtë festival. Ama ne jemi feministe, po të shëndosh, ama nuk i përjashtojmë burrat. Po jemi aty për gjithë, për të bërë të dy gjinit më të mirën për njërin dhe tjetrën gjinit. Sigurisht, për shikuesit e juaj, thjesht dua ta them që feminizmi është jo për të përjashtuar dikon, pikërisht është e kundërta, gjithë përfshirje. Vajza, gra, burra. Po, kur them gjithë përfshirje, them edhe për ata që kanë ngjyrë tjetër, kanë religjion tjetër, flasin gjuhë tjetër, ndihen ndryshe emocionalisht, fizikisht nuk janë si duket, si që janë përcaktu normat rregulla shoqërore, pikërisht që kjo është feminizëm. Domethënë, kur ka gjithë përfshirje për të gjithë, mirë po barazi dhe hapësira të barabarta për të gjithë. Natyrisht që kjo është ajo. Kjo është vetëm një sqarim për shikuesit e juaj. Si arrite bisedosh me Beatricen? Me shkodrës elektronike? Kjo është merite Zana Hoxhës, drejtore dhe themeluese e Art Police dhe Femartit. Ajo ka herë i ka kontaktu dhe ishim pak në ankth për shkak Eurovisionit dhe po menej sigurisht ata kanë pranuar dhe ma herët kanë qenë pjesë dhe kanë dhënë fjalën që do të jenë, mirë po për shkak Eurovisionit disi kontakte pak u zbehen se ata ishin të zënë, mirë po megjithatë na i kishin këtu, do të vinë edhe janë të bënë një promocion. Po ata do ta kemi një natë elektrizuese për të gjithë shikuesit që kanë mundësi sonte në AMC hall prej orës 8 do të jenë bendi mirënjohur nga Italia, po me origjinë nga Shkodra elektronike, me këngë mjaft unike, një band shumë unik, me këngë që i kanë këngët popullore etnike të përkthyme në një rrymë pak më ndryshe. Kështu që përveç që do të këndojmë, na kemi mundësinë edhe të vallëzojmë, të kthejmë dhe të shlirohemi. Për shikuesit, nëse janë të interesuar, bileta ka ende, ato mund të blihen online. Kemi një zbritje për studentat, që besoj që vlen ende edhe sot, është diku 20% zbritje për studentat, vetëm duhet ta përcjellim linkun, po kemi edhe bileta që i shesim edhe fizikisht në shesh, në Bubble Pub, në Telinda, Soma Book Station. Edhe një lehtësim tjetër, kemi bën një marrëveshje me Blue Taxi që
ata që s'kanë mundësi të shkojnë me vetura, ta përdorin këtë taksi me vetëm 5 euro arritja Prishtinë-AMC Hall, se zakonisht kushton më shumë. Do të thonë jemi mundu me kriju lehtësira për të gjithë ata që dëshirojnë të edhe jenë pjesë e kësaj. transportuese, ju pas keni menduar deri në detaje. Po, se duhet me mendu dhe ato sigurisht, pa mundësitë të gjithëve. Është pak më larg qytetit, shkëputur qytetit edhe 2-3 veta nëse bën një taksi, 1 euro s'është kur gjë. Absolutisht. Është dita e dytë, duke më ngarkuar pastaj edhe ditët e tjera, do të ketë një punëtori, pastaj një diskutim feminist, pastaj filmi, premiera, koncerti, ndenja. Na mundohemi të gjithë artistët që vinë, do të thonë artistët lokal, po sidomos artistët të huaj që vinë në Femart, ata përveç performancës së tyre dijen dhe njohuritë e tyre t'i ndajnë edhe me artistët dhe aktivistët tanë. Pothuajse secili që është këtu, secili grup ose band që është këtu, do ta bëjë një punëtori me artistët dhe aktivistët, po jo vetëm artistët, do të thonë gjithë që janë të interesuar, na kemi bërë shpallje qysh ma herë diku i kemi, nëse zgaboj 4 ose 5 punëtori nga artistë të ndryshëm që do të ndajnë njohuri të ndryshme, qoftë balet, qoftë lëvizje skenike, qoftë për të krijuar kuklla, një artiste nga Londra që vjen Grace Ramsey, ajo aktualisht punon për festivalin edhe si skenografe, ku është për kujdes t'i rregulloj ambientet ku do të mbahen të gjitha aktivitetet, ja jep frymën e Femartit, ajo njëkohësisht do ta mbajë edhe një punëtori. Kemi punëtori të ndryshme që janë shumë interesante dhe unë besoj që ata që janë të interesuar me qenë pjesë e këtyre punëtorive kanë mundësi ende të aplikojnë dhe të jenë pjesë e kësaj. Në bukur fakt. Pastaj? Vazhdojmë me diskutimin ose me ditën e tretë, si të duash ti? Gjatë këtij, po, është, do të thonë, është diskutimi pas mureve është një grup nga Itali. Zëra që nuk dëgjohen kur në publik është shumë e rëndësishme, është shumë e rëndësishme sepse këta trajtojnë realisht abuzimin dhe trafikimin e qenieve njerëzore. Shfaqja po ashtu e ka këtë trajtim. Është një grup që kanë ardhur një javë më herët dhe ata njëkohësisht janë duke punuar edhe me artistët tanë. Kështu që qysh një javë janë këtu në Prishtinë, janë të e njoftë. Janë të huaj? Të huaj, po, italian, nga organizata Bilura. Po, sigurisht janë të mahnitur. Pikë së pari me ajo që ka ju ka ra në sy është njerëzit. Ato gjithmonë që na e thonë, nuk e thonë vetëm ashtu sa për sy e faqe, mirë po e ndjejnë vërtet përshtypja ju bën tek njerëzit, pastaj çuditërisht ushqimi. Italianët na e donë ushqimin. Ushqimi është kudo që hanë është i shijshëm, ka një shije të veçantë dhe ata thjesht dashojnë ushqimin tonë. Kështu që kjo është një e mirë e jona. Çka mund të them është në ditën e dytë kemi si vjet është interesante se përveç se zakonisht Femarti do të thonë ajo emphasizing si më thon çka e përcaktohet më shumë nënvizimi është te shfaqjet, pa shumë shfaqjet mirë, po si vjet kemi edhe koncertin, apo fillojmë me Shkodrën Elektronike, në ditën e dytë kemi koncertin e Libun Jupollit, ansamblit të Jupollit në teatrin kombëtar. Pastaj kemi edhe një koncert, një mini koncert të vogël ta quaj edhe gjatë konferencës ndërkombëtare që kemi ditën e 4, ku Kori Grave Okarina do t'i ketë një 2-3-4 këngë në fakt, do t'a hap dhe do t'a mbyll konferencën, thjesht ja jep edhe një frymë të mirë dhe këngët pikërisht do t'a trajtojnë shëndetin mendor. Tjetër kemi shfaqje që janë musical, po njëkohësisht edhe shfaqje dans teatr, përveç shfaqjeve dram që janë. Edhe sa i përket koncerteve kemi përmbylljen edhe me ditën e fundit ku është në kuadër të Fête de la Musique, që është kjo festa e francezëve, dhe shtetit francez dhe në bashkëpunim me ambasadën franceze, është një koncert nga një grup tentativ që vjen nga Franca, dy vajza mjaft interesante dhe shumë të guximshme me performancën e tyre, se ato kanë një rrymë punk rock, po hapjen e kësaj do ta bëjë edhe bendi ynë lokal Zuada, që janë të njoftën nga rinia jonë, është me frontistën Suada, që e njohin edhe si Zuada. Po kthehemi ndoshta pak te konferenca, ku i ka 3 panele. Po flasim për ditën e 4 në datën 19 në teatrin kombëtar, prej orës 10 deri në orën 2. Janë 3 panele të konferencës.
Dhe këtu do të ka të përfshime vërtet janë artist dhe aktivist të ndryshëm, po dhe profesionist të kësaj teme, psikolog ku do të trajtojnë temën e shëndetit mendor. Na i kemi qujtë arti, mendja, shërimi, shëndeti mendor dhe burnout në rezistencën kreative. Këtu natyrisht përfshihen mediat, përfshihen ajo djegja profesionale që ndihet me gjithë këtë dinamikën ditore që e kemi, edhe është me rëndësi të flitet për këtë. Nuk do të thotë që ajo është depresion, po është krejt diçka tjetër dhe trajtohet në mënyrë krejt tjetër, krejt ndryshe. Kështu që, si që thatë ma herët, kemi shumë informacione, ndoshta tepër nëse him në YouTube ose ku do qoftë, mirë po këtu i kemi pikrisht profesionistët që flasin për këtë temë. Dhe ja ku është momenti ku të gjithë mund të është e hapur për gjithë mund të dëgjojnë pikrisht nga ata që kanë përjetuar dhe ata që i trajtojnë këto, çka është burnout dhe çka është shëndeti mendor. Shumë e rëndësishme, vërtet, dhe më bëhet shumë qefi, sinqerisht venenazh që i kemi kushtuar ka shumë rëndësi kësaj, sepse vërtet mendja e shëndosh, në trup të shëndosh, pastaj edhe shoqëria. Gjithçka është, edhe shoqëria është e shëndosh. Dita e 5, një tjetër ditë me shumë aktivitete, ka film dokumentar, ka punëtori në fillim të saj, ka shfaqje teatrore, shfaqje për gratë dhe pastaj gjithmonë ju ja keni bërë një gosti vetës që në fund çdo mbrëmje të kënaqeni edhe të relaksoheni. Dhe kjo ndikon në shëndetin mendor, përfundimisht shumë. Relaksimi pak një ma ndryshe, kur ti nuk je organizatore, po dikun tjetër, dikush organizon për ty dhe ti del. E çliron mendjen, e çliron trupin edhe përgatitesh për ditën e radhës. E vërtet, e 5 ditë goxha e mbushur, ha? Kemi edhe mysafir të jashtëm, nga jashtëm. Po, këtu e kemi në qendrën Barabar, është filmi dokumentar në kërkim të Bubuqi Rushitit nga regjia Ujkan Hysaj, është një gazetare viteve të 90-ta që ka rënë në Hares dhe Ujkani ka trajtu, dhe më thonë, veprimtarinë e saj, është shumë e rëndësishme. Bubuqi Rushiti. Bubuqi Rushiti. Rikthehet në një tjetër gjetje të Ujkanit, po, është gazetare e viteve në ndjeve. E viteve në ndjeve. S'ka problem, yes. është, po më nëjtë komunikimi i përdeqëm edhe në artist uj. Krejt e kuptueshme, yes, pa tjetër. Pastaj është edhe një film tjetër, pas filmit të Ujkanit, është filmi nga Elena Avdia, po më duke që këtu pak mungon, është në programin tjetër në anglisht. Nga Elena Avdia është një kosovare që jeton dhe vepron në Zvicër, filmi saj Stunt Women ose Kaskaderet. është një film dokumentar shumë interesant, ka fitur shumë çmime jashtë në festivalet Kaskaderet. Trajtohet tema e grave kaskadere, se perspektiva atyre se si ato e shohin vetën duke luajtur filma të ndryshëm ku e luajnë rolin e dy fish, domethënë të grave kaskadere. Dhe çuditërisht ato tregojnë, tash nuk du me zbulu gjithë filmin, po ato tregojnë se si vazhdimisht në filma ato janë ose të mbytura, ose të vrara, ose të përdhënuara, ose përfundojnë në borë, ose përfundojnë në llumë. Gjithmonë viktima. Rallë herë i luajnë heronjt. Për dallim për kaskaderët burra që krahas viktimave, ata më shumë portretizojnë. Pse do kështu dhe me përrallat tona? Ndonjëherë në biseda e sipër dhe e kam menduar, gjithmonë meshkujt janë ata superheronjë, shpëtimtarë, të fortë, të mirët, dhe gratë tradicionalisht në për filma, në për përralla, në për krejt këto, e paraqesin të përhiturën, e paraqesin viktimën, e paraqesin atë të pambrojturën. Ashtu dhe jemi rritë... Princesën e fjetur që duhet gjithmonë një dorë mashkulle për ta zgjuar. Sigurisht. Ashtu dhe jemi rritë. Na presim që mas shumë të... Po së shvetëm në kulturën tonë. Po, gjithkun është ajo, se prallat kanë rrjedhë nga të tjertë, mirë po duhet të përmirësohet kjo gjë, sepse gjithmonë llogaritet që gruaja është gjinia më e bukur, që nuk do thotë, edhe gjinia më e breshtë dhe më e... Që përsëri nuk do të thotë. Nuk do të thotë. Edhe pikrisht që kjo etiketim që ose mund të quaj, që ose prej fëmiris na ashtu i mësojmë vajzat dhe djemt, ajo ndikon edhe në mirëqenjen tonë, ndikon edhe besimin tonë. Na për shembull, nëse rritemi paralelisht një vlla dhe një motër dhe vllaut i thojmë, djalit i thojmë ti je i fortë, ti kime u bë president, ti kime u bë lider, ti kime luajt futboll, edhe ti kime qenë princesh e bukur, edhe nëse kanë të njëjtin shkollim, edhe nëse diplomojnë të njëjtin profesion.
ky ka me ecë për para dhe ka Ky me do ta qenë luajë vërtet, fortin gjithmonë. Po, edhe ajo gjithmonë ka me prit, edhe ka mu mundu për me qenë lidere, po ka mi mungu ai vetbesimi, sepse gjithmonë ka me prit një dorë që ka me tërhjek dhe ka me shty me botë. Pra kjo është ndoshta fenomeni i pritjes, që tradicionalisht është përdorur për të gabimisht kam Kjo do përshtypjen. me thonë Pritja e ka prej të bërthamën tjerëve, qysh nga të tjerët për të kopshti. nxjerrë nga errësira ose nga unera e jetës tënde. Andaj, fëmijët duhet ta kenë, fëmijët dhe gjithë duhet, kjo them feminizmi, duhet ta kenë hapësirën e barabartë. Dhe duhet të kenë të njëjta të gjitha hapësirat për të lujtë spari, aty niset nga kopshti, që ose vajzës i japim vetëm me vesh teshat bukra, kuqe, roz, qeluna, djemt në ngjyra të mbyllta, djemt vetëm me top, vajzat vetëm me kukulla, djemt jashtë, vajzat mrena, vajzave shporetat, këto gjërat, kuzhinën, Babyn, luajmë teze. Atëre do ta kemi një shoqëri që gratë gjithmonë do t'jenë të tërhekuna, nuk do ta kenë guximin për të ecë përpara, ose qatë guxim do ta fitojnë me një punë të 2 fisht ose të 3 fisht që ndikon në djegje pastaj. Kjo ndikon tek ajo burnout që Kjo ndikon te burnout. Ku nuk i ka Apo ndryshon kjo me qenë se ju jeni çdo ditë në terren, po mireni konkretisht edhe me këto çështje. Te këto brezat e ri? Po, tek brezat e ri ndryshon, sigurisht ka një tjetër mendësi. Kjo është e bukur atë që na flet të ardhmë duke më premtuese. E ka një tjetër mendësi, po jo të gjithë, natyrisht, jo të gjithë. Varësisht ambientin, varësisht ku janë në qendër, ndoshta, po në vendet pak më rurale nuk ndodhe njëjta, sepse nuk është mundësia e njëjtë për të u shkolluar, nuk është mundësia njëjtë për të pas hapësirë ndoshta në qendrat kulturore për të pa diçka më shumë, se jo në shkollë nuk mësohen këto gjëra. Jo, pra, s'ka të bëjë me kodën gjinore, ka të bëjë me pozitën e merituar të individit në shoqëri. Vajzë është, meriton, jepi dorën, djalë është, meriton, jepi dorën, edhe vazhdo. Vendet më rurale nuk i kanë këtu mundësi t'i shohin këto gjëra dhe të kanë, për shembull, një vajzë nga një fshat, sa i duhet koha saj për marrë në Prishtinë ose në qytetet tjera që ka më afër për me pa një ngjarje, për ta ndjek një punëtori, duhet paguaj mjaft pare, edhe sa ka mundësi ajo ta ketë këtë. Do të thënë infrastruktura nuk është e rregulluar ashtu që të rinjt nga vendet rurale ti përjetojnë këto ndryshime sociale që ndodhen edhe në qytetet e mëdha. Edhe prandaj ndodh ajo diskrepanca dhe jo të gjithë e kanë këtë hapësirë. Kur edhe dita e 6 përfundon me Dita e shtunë përfundon me një piknik shumë të bukur. Kësaj radhe ja kemi kushtuar të 3 kategorive. Është në parkun e qytetit, na mundohemi natyrisht me shfrytzu të gjitha institucionet tona, po dhe jashta ambienteve të mbyllura. Në parkun e qytetit do t'jenë 3 punkte ku njëna do t'jetë një pequj punkte, ndoshta shtande, ku njëna do t'ketë hapësirë për fëmijët të moshës, do të thonë shumë të vegjël, do t'kenë mundësi të vizatojnë, të luajnë, të argëtojnë, një tjetër me trit, po ashtu ku dhe ata do t'ketë një punëtori, një vallëzim, një meditim, dhe një punkt tjetër për gratë moshave të shtyra, të cilat shumë pak kanë hapësirë për ta gjetë vetën në shoqëri jashtë shtëpisë. Dhe për këto do të përkujdesen disa fasilitator, ndërta do të jetë edhe një Omza Luci, një artiste e njoftën që do të mirret edhe me këtë punëtori. Pra, qëllirimi nuk është arratisja, është guxim, Venera, po jo, është mënyra për të parë më qartë, në qoftë se çliron mendjen, është, si që thamë edhe njerë, ta zhveshësh frikën. Krejt këto janë definicione shumë kuptimplote për jetën, që ndikojnë tek truri, dhe pastaj, si që edhe e thamë, potencua me dim të gjithë tashmë rëndësia për shëndetin mendor, duhet të jetë fokus i veçantë, i përditshëm. Si kurse zgjojmë dhe havemi sytë me mëngjes, duhet mendojmë për shëndetin tonë mendor në këtë dinamik të kaq të vrrullshme të jetës. Të falenderoj shumë që ishe në studio. Kështu zgjasin gratë muhabetet. Nuk kam faj unë. Kemi shumë për të thënë prej regjisë se zgjatëm. Ama ka qenë interesant. Faleminderit shumë për hapësirën. Po s'kemi me bu muhabetet dere. Bëjmë muhabetet studio, ati ku e kemi vendin shumë suksese për këtë festival dhe ju shkoftë mbarë bukur. Faleminderit, jeni të mirë se ardhën, janë na vizitoni.